Bismillahirrahmanirrahim. Javës që shkoj, folëm për 2 emigrimet për në Abisini dhe për hir të ruajtjes së një kronologjie të ngjarjeve, nuk u ndalëm në disa detaje që thamë se do të merreshim javës që vjen, pra sot, dhe përveç sqarimit të çështjes së Kisatul Garanik apo të së ashtu quajturave vargje satanike, sot do të mbushim apo pajisim me disa hollësi më tepër periudhën midis 2 emigrimeve për në Abisini dhe pak a shumë do të përshkruajmë një lloj atmosfere apo një lloj do përpiqemi të gjejmë një mënyrë për të kuptuar se si ishte gjendja në Mekë në momentin kur ata emigruan dhe pse ata, pra muslimanët, riemigruan në radhën e dytë, në herën e dytë, 5 fish praktikisht më tepër sa herën e parë, sepse kjo është një gjë për të kuptuar pastaj më kollaj edhe pse hapi i radhës i Kureshëve pas përpjekjes për t'i rikthyer ata nga Abisinia përmes korruptimit të Nexhashit ishte bojkoti. Pra për t'i dhënë një lloj kuptimi mënyrës se si ata vazhduan të veprojnë. Dhe thamë që çështjen e vargjeve satanike do ta shtjellojmë javës që vjen, sikur kjo të mos ishte pjesë e burimeve islame, por të ishte një le të themi shpikje apo një produkt i sulmeve të jashtme, pra kjo çështje që është një ndër pikat më të nxehta të sirës, ndoshta në një farë mënyrë mund t'ja kishte vlejt që ta thonim që në fillim që nuk do të merremi me këtë, për arsyeën se kemi thënë që perspektiva që do të ndjekim ne në këtë sirën tonë është një perspektivë që ka 2 premisa baze. E para, kjo është një histori profetike e artikuluar në gjuhën shqipe dhe që përrjedhoi i drejtohet një publiku shqiptar, dhe e dyta, një rrjedhoi akoma dhe më e thjesht për të kuptuar, është që i drejtohet një xhamati shqiptar që jeton në Republikën e Shqipërisë, që do të thotë kjo ka shumë rëndësi për arsyeën se forma, koha, sfondi, nuancat, hollësit e ngjarjeve nga jeta profetike kanë urtësi të shumta, jo vetëm për muslimanët bashkëkohësit të cilëve ai ishte, pra profeti sallallahu alaihi wasallam, por për të gjithë muslimanët deri në Kiamet. Duke qenë se ne këtë e besojmë si vërtetësi absolute e të 2 burimeve të fesë sonë, pra edhe për Kur'anin edhe për Sunetin, atëherë është detyra jonë, pra detyra e zotëve të mendjes, për të kuptuar nuancat dhe hollësitë e kuptimeve të thella, të rëndësishme dhe të dobishme të ngjarjeve të jetës profetit. Në këtë kuptim, në xhamatin shqiptar, domethënë në Shqipërinë përgjithësi, tek muslimanët, por as tek muslimanët, as tek jo muslimanët, nuk është se njihet shumë si ngjarje. Por nga ana tjetër, për aq kohë sa kemi nda menjen që t'i japim në një farë mënyrë një lloj shtjellimi shterues kësaj pune që e kemi nis, është e udhës që ta sqarojmë dhe këtë punë. Çështja e vargjeve satanike si etiketim në kulturën perëndimore ka hyrë vonë, por nuk ka hyrë si shkak i një le të themi sulmi që ka ardhur për natyrën e profetit apo për natyrën e shpalljes që i është shpallur atij, apo për një sulm personal ndaj tij, siç për shembull do të sqarojmë se është ngjarja e Aishës dhe e moshës së saj, pra nërës besimtarëve radiallahu anha. Kur të vi puna atje do të bëjmë një lloj hyrjeje me një sfond dhe me një kontekst, sepse po diskutojmë në këtë mënyrë dhe çfarë është diskutuar për këtë çështje në kohën e profetit, çfarë është diskutuar sallallahu alaihi wasallam, çfarë është diskutuar në rrjedhën e shekujve në të 2 kampet, pra në palën islame dhe në palën jo islame, dhe pastaj përse në shekullin e 20 ka
gjendemi përballë një çudie që një gjë që ka qenë fare natyrshme në rrjedhën e shekujve shndrohet edhe manifestohet si problem. Po kur të vim atje do të flasim për atë. Tani ka qenë William Muir ka qenë një ndër orientalistët kryesor britanik skocez, që është e vërteta në origjinë të shekullit të 19, i shekullit të 19, ai ka një libër që flet për jetën e profetit, një sirë të tij, edhe pse nuk do doja që ta quaja sirë atë për arsyen se tekstet biografike të orientalistëve të kësaj periudhe dhe të kulturës perëndimore janë me kuptime jo vetëm të shtrembërta, por me kuptime, le të themi, dredharake dhe hilacake kundrejt profetit sallallahu alaihi wasallam, për arsyen se sado drejtësi të jenë munduar ata të mbajnë në mënyrën se si kanë balancu burimet e tyre, ata nuk kanë pas mundësi në epokën ku kanë jetu që ti kontaktojnë të gjithë burimet islame dhe përrjedhoj duket nga biografitë që ata kanë shkruajt që kanë mangësi të thella në mënyrën se si kanë folë për jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye po them që ai ka një libër që flet për jetën e profetit dhe William Muir është i pari që në tekstin e tij e ka konsideruar këtë ngjarje me termin vargjet satanike. Ndërsa në burimet islame në gjuhën arabe quhet kisatul garanik, pra rrëfimi apo historia apo ndodhia e garanikëve. Në gjuhën angleze garanik përkthehet zog i madh i lartë apo pelikan, prandaj edhe unë po e përkthej kështu, domethënë historia e pelikanëve, çështja e pelikanëve. Dhe thamë që ngjarja është e vitit të 5 të profecisë apo të Dawes, të Davetit, dhe zhvillohet sigurisht në Mekë, kur profeti sallallahu alaihi wasallam lexon në një ndër sheshet e qytetit, thuhet pranë Qabes, surën Nejm. Dhe sidomos nga ajeti 19 deri në fund i surës Nejm, që ka 62 apo 63 ajete, nuk jam i sigurt tani, Allahu në mënyrë të vazhdueshme i vendos në një, le të themi, tension të vazhdueshëm besimtarët dhe sidomos jo besimtarët, duke bërë disa pyetje ekzistenciale dhe themelore dhe duke ju përgjigjur po vetë, siç i takon madhështisë së tij, që kur ai pyet sigurisht që përgjigjen më të mirë e po vetë, rreth të vërtetave hyjnore me karakter kozmologjik, flet për shembull për domethënë ai është ai që jep jetë dhe jep vdekje, ai është ai që ka fuqinë t'i bëj disa njerëz të qeshin dhe disa njerëz të qajnë, ai është ai i cili i ngre disa njerëz me fuqinë e vet dhe i ul disa të tjerë në shenjë sprove sigurisht. Dhe në fund fare ajeti i fundit përfundon duke thënë se dhe birini në sejdë për të dhe adhurojeni atë. Dhe në këtë moment thamë që të gjithë pranishmit, muslimanët dhe jo muslimanët bën sejdë, dhe i vetmi që nuk ka bërë sejdë ka një transmetim që është Walid ibn Mughira, por ka dhe një transmetim që është Umayya ibn Khalaf. Domethënë kjo nuk ka shumë rëndësi, po një nga dy peshat e mëdha të Qurayshëve, ai nuk bën sejdë, por merr një grusht guralecësh të vegjël me i fjalë, e vendos në ballë dhe thotë kjo më mjafton mua. Tani kjo ngjarje raportohet me një hadith të saktë në Sahihun e Buhariut nga dy sahabë. Këtë e transmeton edhe Abdullah ibn Abbasi dhe këtë e transmeton edhe Abdullah ibn Mesudi në dy hadithe të ndryshme, por që thonë të njëjtën gjë. Biles për ta cituar të plot, Abdullah ibn Mesud thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë po na lexonte surën Nejm, dhe kur ai e mbaroi atë dhe ra në sejdë, pas tij ram në sejdë ne, pra besimtarët, ran në sejdë jo besimtarët, dhe ran në sejdë të gjithë xhindët. Dhe këtu përfundon hadithi. Tani ka një hadith tjetër të Zeid ibn Thabit, për ta plotësuar me fjalë dhe për të qenë korrekt, që thotë se një herë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam lexoi surën Nejm dhe në fund të saj nuk ra në sejdë. Që do të thotë ky është ajeti
profeti sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë besimtarëve ato vazhdimsinë e ajeteve kuranore, por në këtë moment ka ndodhur dhe diçka tjetër, që pasi shejtani ka folur, pra ato dy ajete, profeti e ka marrë, por nuk e ka dëgjuar, e ka marrë si fjalë të Xhibrilit. Që do të thotë, në surën 52 të në ajetin 52 të surës Haxh, do ta lexoj tani, ky është arsyetimi i Ibn Taymijes, thuhet: ne nuk kemi sjell përpara teje o Muhammed asnjë të dërguar dhe asnjë profet që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij. Dhe kjo është shumë e fortë. Pra në leximin e tij nga shpallja, në recitimin e tij. Por Allahu e zhduk ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forcon shpalljet e veta. Allahu është i gjithëtishëm dhe i urtë. Kjo ndodh që ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit sprov për njerëzit që i kanë zemrat e sëmura nga dyshimi dhe të ngurtësuara. Prandaj keqbërësit, pra dhalimun, janë në përçarje të madhe. Tani, këtu tani fillon problemi, sepse në momentin që shejtani ka bërtit, pra ka thënë ato dy ajete, profeti nuk i ka thënë ato dy ajete kurrë. E kemi të qartë? Por në momentin që jo besimtarët e kanë bërë këtë sejdë, me vërtet që nga njëna anë profeti është i pafajshëm për arsyeën se nuk e ka thënë, por nga ana tjetër del një problem tjetër, që shpallja e Allahut praktikisht mund të korruptohet. Dhe kur profeti ka thënë këto fjalë, i bie që paralel me Xhibrilin të mund të flasi dhe shejtani dhe që një grup i njerëzve mund të dëgjojnë gjëra që nuk janë pjesë e shpalljes. Dhe Ibn Taymija thotë që kjo mund të ketë ndodhur për arsyeën se këto dy ajete janë shpallur pikërisht janë shpallur më vonë sigurisht, janë shpallur pikërisht në raport me këtë ngjarje. Dhe surja Haxh ka transmetime të sakta që është surja e vetme që është shpallur midis pra është shpallur në periudhën e Hijretit dhe është shpallur, është një sure gjys Mekase, gjys Medinase praktikisht, sepse është shpallur edhe në Mekë, një pjesë e saj është shpallur edhe gjatë udhëtimit, ka disa ajete që i janë shpallur profetit sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë atij udhëtimi disa ditor me fjalë drejt Medinës, por një pjesë e saj është shpallur edhe në Medinë, sepse në surën Haxh është, domethënë kemi kur të vi rradha që do të flasim për betejën e Bedrit dhe për vigjilin e saj, në surën Haxh kemi ajetet e para që flasin për xhihadin. Dhe ajetet e para për xhihadin janë shpallur pra me dojmos në Medinë. Tani kjo zgjidhet dhe në sipas Ibn Abbasit, kjo çështje zgjidhet duke sqaruar, pra Ibn Abbasi nuk e ka vetë dijen se kjo ka ndodhur më mbrapa, për arsyeën se kjo është një gjë shumë e vonë, e kohës Ibn Taymijes e më tutje, pra e kohës së Taberiut e deri tek Ibn Taymija, por kjo zgjidhet duke sqaruar atë që ndodh atë që thuhet në ajetin kuranor të foljes temenne. Tani folja temenne në kuptimin klasik kuranor do të thotë të me recitu. Dhe ajeti 12 do të ne nuk kemi sjell përpara teje o Muhammed asnjë të dërguar dhe asnjë profet që djallit të mos e ndërhynte në recitimin e tij. Pra temenne është recitim. Nga ana tjetër, në arabishtën moderne, ata që e njohin e din, temenne do të thotë të dëshirosh diçka. Dhe interpretimi që Ibn Taymija bën është që pra në interpretimin që ata që nuk e pranojnë këtë bëjnë, është që kjo ka të bëjë me rastin kur një i dërguar dëshiron diçka, por shejtani gjithmonë e ngacmon, e dëmton atë, por nga ana tjetër Allahu këtë e zhduk, ja qartëson në zemrën e tij ajetet e pavërteta nga të vërtetat dhe ai gjithmonë thot ato të vërtetat. Por Ibn Taymija arsyeton duke thënë, ajeti 53 rrezon këtë poshtë, sepse thotë që kjo ndodh që ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit sprov për njerëzit që i kanë zemrat të sëmura nga dyshimi dhe të ngurtësuara. Prandaj keqbërësit janë në përçarje të mëdha. Ktu me siguri që nuk kanë duke folë për profetët. Sepse për njerëzit që i kanë zemrat e sëmura nuk mund ta dëgjojnë për shpëritjen e shejtanit brenda gjoksit të profetit, por dëgjojnë fjalët që profeti thotë. Dhe fjalët që profeti thotë janë diçka që tashmë janë artikuluar. Dhe kjo do të thotë, Ibn Taymija thotë që kjo ngjarje ka ndodhur,
profeti sigurisht është i pafajshëm dhe kjo është sprov nga Allahu përmes shejtanit. Më pas, Allahu këtë e ka korrigjuar, praktikisht jo veten, por ka zhdukur atë që thot dhe e premton në ajetin 52, e zhduk të pavërtetën dhe lë të vërtetën. Tani, dhe kjo është historia. Tani, nga ana tjetër, këtu ka dhe një problem, sepse nëse nga njëra anë neve nuk diskutojmë që profeti sallallahu alaihi wasallam është i sinqert dhe i drejt në detyrën e tij për të transmetuar ngjarjen. Për shembull, një hadithi Aishës radhiyallahu anha, do ta sqarojmë këtë kur të vi radha, thotë që në qoftë se ka ndonjë ajet në librin e Allahut që i dërgumi i Zotit mundet ose do të donte që të mos t'ja u tregonte njerëzve, ai është ajeti i surës Ahzab ku flitet për martesën e Zeid ibn al-Harithës, pra Zeid ibn Muhammed në atë kohë, me Zenepe bintu Jahsh. Sepse do vi radha atje, do ta themi se kush janë, pra kush është sfondi dhe kuptimi i jo nuk ka. Se kush është kuptimi i këtij ajeti me fjalë dhe sfondi i kësaj historie, por Aisha thot radhiyallahu anha, në qoftë se do të kishte, pra në formë kështu të butë sigurisht me fjalë, që profeti të mos sallallahu alaihi wasallam të mos ta thoshte në ajet, atëherë do të ishte ky, sepse ai ajet e ka vënë në vështirësi dhe në një lloj situate vërtet vështirë. Në këtë kuptim, ne nuk e dyshojmë këtë, por nga ana tjetër del një problem tjetër që më pas, kryesisht në shekullin e 20, është shndruar në një problem të kulturës perëndimore, del në problemin që sa mundësi ka që edhe përmes vetëm tek jo besimtarët, shejtani të ndërhyjë në shpalljen kur profeti sallallahu alaihi wasallam ju thot besimtarëve dhe që është një komunikim i dyanshëm, i njëra anë është Xhibrili tek ai dhe nga ana tjetër është ai tek Xhibrili, sa mundësi ka që shejtani të ndërhyjë dhe të thot ajete, pavarësisht se ai nuk i dëgjon, por të dëgjojnë njëri tjetër, për arsyeën se në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë mund të qelloj që Kurani mund të jetë produkt hynor pjesërisht, por eudhubillah nga ana tjetër mund të jetë produkt edhe nga shejtani dhe këtë neve në qoftë se e hapim këtë shteg, atëherë shkatërrohet praktikisht e gjithë feja. Dhe prandaj ka vargjet satanike, sepse ato janë nga shejtani, me fjalë. Dhe bazu në këtë alegori, pra në këtë lloj metafore, Salman al-Rushdie është një autor indian, ka bërë një roman në vitet 80-90 me këtë titull, Vargjet satanike. Dhe sigurisht që romani është një fiction i gjithë, është një tekst i neveritshëm praktikisht, por ai pikërisht lun me këtë metaforë që eudhubillah i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, thjesht po e citoj këtu sepse kjo është kufër praktikisht, po e them, nuk ishte i aftë që të bënte dallimin midis shejtanit dhe Xhibrilit. Tani në traditën islame apo edhe në botën perëndimore deri në shekullin e 19, ky nuk ishte një problem kulturor. Në shekullin e 20 ky është një problem kulturor. Pse? Sepse në shekullin e 20 dhe sidomos në shekullin e 21, tekstet hynore për ata që nuk i besojnë ato, nuk shifen ma me të njëjtën armiqësi që shifeshin në fillim nga jo besimtarët. Por duke qenë se kulturalisht shoqëria është, e kam thënë këtë, e kemi diskutuar edhe këtu, me karakter postmodern, ku të gjitha variantet alternative të së vërtetës kontribuojnë në një larmi dhe në një mozaik të pasur kulturor të gjithë shoqërisë, atëherë edhe tekstet fetare kanë rëndësinë e tyre në pasurimin e këtij mozaiku. Dhe është një libër tjetër që quhet Inkuizicionet e tjera, që e ka shkruar Borgesi në vitet 70-80 edhe ky, dhe tek Inkuizicionet e tjera, është një tekst që është edhe në gjuhën shqipe, në parathënien e tij, Borgesi thotë që e gjithë feja dhe e gjithë filozofia, pra këto dy doktrina universale të përhershme që janë
pashmangshmërisht të brendshme, konceptuale, shpirtërore e kështu me radhë, janë dy manifestime dhe dy shpërfaqje fantastike të formave artistike. Që do të thotë, edhe tekstet biblike apo kuranore, dhe Borgesi ka qenë një njeri që ka ditë rreth 20 gjuhë dhe praktikisht është verbuar duke lexuar. Ka njoftë edhe islandishtën e vjetër të shekullit 11-12, vetëm për të kuptuar se domethënë çfarë lloj diapazioni dhe çfarë lloj horizonti lexues ka pas. Ka ditë arabisht, që do të thotë për tekstet biblike dhe kuranore, Borgesi praktikisht shprehimisht thotë që bashkë me filozofinë, këto dy të vërtetat mëdhaja të përjetshme të njerëzimit nuk janë asgjë tjetër përveç se manifestime superiore të rëndësishme dhe pashmangshmërisht estetike të trajtave artistike. Që do të thotë, gjithçka që është shpallur nga Zoti, për Borgesin, edhe për Salman Rushdin, edhe për të tjerët, mund të jenë të pranueshme në shoqëri, tashmë jo në kuptimin origjinar dhe të panegociueshëm siç janë shpall, si një komunikim i Zotit për njerëzit që ata të rikujtohen që Kurani tek e fundit është këshill, nuk është asnjë libër shkence, nuk është edhe pse përmban të vërteta po them unë shkencore, edhe pse është një lloj emërtimi i huaj në një farë mënyrë, thosh që në Kur'an ka të vërteta shkencore, duhet me ushtrëngu 3 herë për arsye se Allahu është më i rëndësishëm edhe se shkenca edhe se të vërtetat shkencore bashkë. Nga ana tjetër nuk diskutohet që Kurani është një ligjërim tej masa estetik, po nuk është ky qëllimi për cilin Allahu ka shpall atë. Sigurisht që Allahu flet në mënyrën më të bukur krahasuar me të gjithë krijesat e tij. Është e vërtet thuhet që në Kur'an ka histori të mrekullueshme, siç nuk ka askund tjetër, por as për histori nuk është një libër historik, por gjithçka që thuhet në Kur'an është në përputhje me qëllimin themelor të përhershëm të gjithë teksteve hyjnore, që shpalljet e Allahut janë një rikujtim për njerëzimin dhe për njerëzit që ata të rikthehen atij me pendim dhe me vepra të mira. Kjo është praktikisht, ky është boshti i monoteizmit, ky është boshti i besimit dhe kjo është marrëdhënia e kulluar që njeriu duhet të ketë me Zotin. Dhe të gjitha të vërtetat kuranore janë në funksion të kësaj. Në këtë kuptim, ne nuk e besojmë kurrë që mund të ketë ndodhur ndonjëherë, dhe ky është qëndrimi jo imi, domosdoshmë unë s'kam mundësi ta ndaj këtë punë praktikisht për arsyet e më sipër me që thash që s'mund të lexoj çdo burim me një fjalë, por ky është mendimi më i saktë që kjo ngjarje e para ka transmetime të dobta dhe jo çdo rast kur transmetimet janë të dobta mund të vlejnë, këtë e thotë Sheikh Albani tek teksti i tij me fjalë, mund të vlejnë për të dalë në përfundimin që e vërteta e kësaj dispozite apo kësaj historie është e vërtetë, por nga ana tjetër kjo kontaminon para së gjithash paprekshmërinë e wahit. Dhe kur kemi fol në ligjëratën e 5 apo për ligjëratën apo në ligjëratën e 6, nuk e kujtoj tani në fillim fare, kemi thënë që profetët janë mahsum. Dhe profetët janë mahsum, që do të thotë janë njerëz të pagabueshëm në mënyrë absolute, në kohën dhe në mënyrën dhe në formën që ata artikulojnë dhe përcjellin mesazhin hyjnor. Që do të thotë interpretimi, që edhe Ibn Taymija bie dakord me këtë, interpretimi i mahsumit është që jo se profetët janë të pagabueshëm. Profetët bëjnë gabime, janë të gabueshëm, por profetët nuk mund të bëjnë gabime të karakterit një, nuk mund të gënjejnë kurrë, e kam thënë dhe po e përsëris. Profetët nuk mund të bëjnë le të themi vulgaritete, që do të thotë ajo që quhet fawahisha, nuk mund ta bëjnë kurrë këtë dhe nuk e bëjnë, por gabimet që bëjnë profetët janë ose gabime nga nxitimi, ose gabime të gjykimeve. Dhe këtë profeti sallallahu alaihi wasallam, si gjithë profetët e tjerë, pashmangshmërisht që e ka bërë dhe këtë. Sepse në surën Enfal, kur të vi radha ke beteja e Bedrit do ta themi, Allahu praktikisht e qorton se përse muslimanët dhe profetin të parin mbajtën robër lufte dhe i thotë që për aq kohë sa nuk jeni fuqizuar ende në tokë, me fjalë nuk është në lartësinë e hijeshisë së profetit më i robër lufte. Por nuk e abrogoi me shpallje me një fjalë këtë, ama nga ana tjetër nuk e la pa thënë. Solli shpallje, solli ajet dhe më e mira do të ishte që kjo të mos ndodhte. Kjo ka ndodhur në disa raste tjetës profetike, por këto nuk janë gjunafe. Kurse në rastin kur ata gabojnë në raport me Allahun, edhe
përtej një gjykimi, Ibn Taymija po edhe të gjithë thonë që këtu ka dy karakteristika. E para me njëherë pendohen dhe e dyta nuk këmbgulin atë gjunaf. Dhe këto janë karakteristikat e profetëve. Por para së gjithash është e panegociueshme të çohet në përmend, të shpihet në përmend që profetët mund të kenë pa aftësi apo pa qartësi apo mungesë kujtese apo qartësie në përcjelljen e mesazhit hynor, për arsyeën se ky është një proces i ruajtur drejt për drejti nga Allahu, dhe në kuptimin në tefsirin e saktë të surës të ajetit 9, me sa më vjen të surës Hijr, që ne kemi shpallur Kur'anin, pra ne kemi shpallur dhikrin dhe ne do ta ruajmë atë me fjalë, ky proces i dërgimit të burimit përmes Xhibrilit deri tek besimtarët është i garantuar nga vullneti hynor i Allahut. Dhe kjo është me fjalë ngjarja e thash me fjalë në disa vende të tjera Allahu thotë që ne asnjëherë nuk kemi dërguar një të dërguar dhe atij të mos i thuhet që ti ose je domethënë kahin, ose je shair, ose je mexhnun. Dhe kemi thënë që 4 akuzat që janë bërë profetit, siç janë bërë edhe profetëve të tjerë sallallahu alaihi wasallam, është që një fillim ishte i çmendur, kjo u alternua me që ishte poet, që do të thotë fliste në mënyrë virtuoze, pastaj alternoi herë që ishte fatthënës dhe bashkëpunonte me shejtanët dhe dinte në gjë të vogël, por nuk fliste nga nga një vetdije se po i shpallej diçka hynore, dhe e katërta ishte një njeri që bënte magji. Tani magjistar, fatthënës, poet dhe mexhnun janë 4 akuza që janë bërë të gjithë profetëve. Dhe në postmoderne, edhe në moderne, po sidomos në postmoderne, fete mëdhaja në kulturën e traditës perëndimore, që praktikisht është një traditë famkeqe në raport me të ashtu quajturën të shenjtë, qëndrimi i të gjitha themeluesve të fesë, edhe pse kjo në një kuptim islam të fjalës nuk ka kuptim, sepse feja nuk ka një themelues, feja është produkt hynor dhe shpallje prej Allahut, dhe përpara Allahut të gjithë janë të parëndësishëm, që nga Xhibrili, që nga profeti, që nga ne të gjithë, sepse pa të nuk do të ishte asnjëri prej tyre, por themeluesi i fesë, pra ai që ka bërë domethënë nismën e parë publike për të ndërtuar një bashkësi që më pas u shndrua në një fe, siç janë Isa alayhis salam me dishepujt e tij dhe profeti sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, në traditën e kulturës perëndimore ka në mënyrë absolute vetëm 2 interpretime. E para, dhe kjo është sidomos e vërtet për profetin, që kanë qenë njerëz genial me instinkte jashtëzakonisht forta ushtarake, dhe kanë qenë njerëz me karizmë të lartë që kanë bërë për vete masa njerëzish, i kanë shtyrë drejt një drejtimi që ata e kanë menduar, dhe pastaj kanë fituar pushtet, janë bërë mbretër, sepse atë që i thot Utba ibn Rabia, që tha mjavës i shkoi që bëu mbretje të gjithë arabëve, praktikisht pas çlimit Mekës, profeti de facto e arriti pa avan Utba. Por nga ana tjetër, ajo që ndodhi më pas me Ebu Bekrin, Umrin, Uthmanin, Aliun, Emevitët, Abasidët e tjera me radhë, në një perspektivë historike, në një, le të themi, retrospektivë historike, dele vërtet që qëllimin profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte që të ndërtonte një dinasti e cila do të qëndronte ndër shekuj, ndërkohë që kjo nuk është fare vërtet dhe ne këtë e dim. Ky është kuptimi i parë, dhe kuptimi i dytë është që këta njerëz genial duhej me siguri që të kishin një manifest, që të kishin një dokument, të kishin një ligjërim, të kishin një burim të vërtete, përmes të cilit të mashtronin, eudhubillah, zemrat e atyre që i pasuan dhe përrjedhoj ato që këta i quajnë tekstet shenjta, janë me siguri gjëra të vlefshme, për arsyeën se pa vlefshmërinë estetike, gjithmonë estetike, nuk ka moralitet dhe filozofi, në të filozofi në kuptimin e urtësisë, jo në kuptimin metafizik të fjalës. Nëse nuk do të kishte urtësi, vërtetësi, moralitet, sinqeritet në ato tekste, mbi të gjitha bashkë me estetikën, ato nuk do të ishin bërë për vete, pra gjitha njerëz. Për këtë rrjedhoj sot, ne, pra, kur them perëndimorët, to mund të jenë edhe në Bolivi, mund të jenë edhe në Afrikë, mund të jenë edhe në Azi, mund të jenë edhe në Amerikë. Po ky është kulturalisht produkt i një
fryme perëndimore post-iluministe, karshi islamit dhe karshi feve në përgjithësi. Në këtë kuptim, vështrimi i profetit si një genial, vështrimi i profetit si një njeri shumë i fuqishëm, që nënshtroi masa të mëdha njerëzish dhe i bëri për vete, sepse ato që kanë bërë sahabët për profetin, praktikisht nuk e ka bërë asnjë popull për profetin e tyre, dhe këtë Allahu e thot me i fjalë, dhe këtë profeti e thot që mua më ka nderuar Allahu me pasuesit më të mirë dhe sahabët janë më të mirët në krahasim me të gjithë popujt e tjerë që kanë pasuar profetët. Mjafton hadithi vlerësues ndaj Ebu Bekrit, që Ebu Bekri është njeriu më i mirë që ka jetuar në faqen e dheut pas profetëve, që do thotë asnjë nga umetet e tjera nuk ka pas një Ebu Bekër. Me këtë e përfundojmë, që do të thotë këto janë ato 3 versionet me i fjalë, dhe menimi më i saktë praktikisht dhe ku rrafin shumica e dietarëve është që vërtetësi ka vetëm i pari. Ibn Hajar el-Asqalani thotë që versioni i dytë mund të jetë i vërtet për arsyeën se nuk bie në kundërshtim me të parin. Besimtarët nuk kanë dëgjuar gjë as profeti, dhe kjo në këtë kuptim nuk mund të fajsohen kurse por Ibn Kathiri apo edhe të tjerë, edhe Sheikh Albani thotë që kjo nuk mund të jetë e vërtet kurrë, për arsyeën se cenon qoftë edhe për slargu, qoftë edhe pjesërisht pastërtinë, domethënë dhe purifikimin e procesit të shpalljes. Domethënë kjo është ngjarja. Tani dhe unë e thash javës që shkoi që u bë qimja tra. Kjo ngjarje praktikisht shkoi deri në pikën sa thuhet se besimtarët, pra jo besimtarët, mushrikët u bën besimtarë, dhe emrat që përmenden aty që janë në pjesën e ngjarjes, dhe Ibn Hisham i thashë dhe Ibn Ishaku e përmendin ngjarjen dhe nuk diskutohet që kjo është e vërtet. Emrat janë shumë të rëndësishëm. Nadir ibn al-Haritha thuhet që është i pranishëm, Ebu Xehli thuhet se është i pranishëm, Sufjani ibn Umayya thuhet se është i pranishëm, Walid ibn Mughira, këta janë ato të dy që mendohet se njëri prej tyre vuri, domethënë ato guralecët ke balli se nuk bëri sejdë, po gjithë të tjerët bën sejdë, dhe kur dëgjuan këta Uthmani me shok në Abisini se janë bërë musliman, kuptuan që nuk ishte logjik që të vazhdonin të qëndrohen atje, por duhej të riktheheshin me një herë. Kjo ka ndodhur 3 javë, 4 javë apo 5 javë, pak a shumë pasi ata shkuan. Pra kjo ka ndodhur në muajin Rexhep, kanë shkuar ata, kjo ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Kuptohet, në atë kohë nuk agjëronin me fjalë, po ishte muaji i Ramazanit. Tani pra kur themi muaji i Ramazanit, ata nuk e kanë pas vetdijen e një kalendari, po e kemi thënë që më mbrapa kur janë treguar gjithë këto ngjarje dhe gjithë këto histori që po themi, tashmë muslimanët kishin një kalendar të themeluar në vitin e 17 Hijri nga Umri. Ajo që ndodh tani me ardhjen e tyre është, e thash shkurtimisht javës që shkoi, po tani do ta them më me hollësi, do të flasim për Nexhashin. Ajo që ndodh është që atje ata kishin 2 element bazë që duhen për praktikisht një jetë të qetë dhe sidomos për praktikimin e një feje që ty nuk të lejohet, pra që të ndalohet në vendin tënd. Praktikisht kishin sigurinë e besimit dhe sigurinë e jetës, dhe kishin burime ushqimore, që do të thotë nga njëra anë me vërtet lanë çdo gjë në Mekë dhe ikën, po nga ana tjetër atje transmetohet që filluan një jetë nga e para, por që nuk do t'ju mungonte gjë që në fillim, pra nuk shkuan në një vend si njerëz pa njerëz. Problemi tani nis në Mekë se kur shkuan të parët ishin plus minus tham 12 burra dhe 4 gra, domethënë rreth 15-16 veta, edhe vetëm 4 çifte që i përmendëm javës që shkoi. Kur një pjesë e madhe e tyre u kthye dhe u takuan me profetin, kur pan se nuk ishte ashtu siç ju kishin thënë fashethemet situata në Mekë, është e rëndësishme nga pikpamja, po them quasi diplomatike, një gjë që disa prej këtyre që kishin ikë, për shembull Ebu Seleme, apo Uthman ibn Mad'un, apo edhe vetë Uthmani, praktikisht këta i kishin larë duart me vendlinjen. Dhe kishin ikë i herë për gjithmonë për të mos u kthyer më në një Mekë i dhujtar. Ata nuk e dinin se kur do merrej Meka, a do të merren një herë, nuk e dinin të ardhmen se si do të shkonte, por ishin larguar
për momentin praktikisht për të mos u kthy më. Nuk ka ndonjë transmetim që profetit ju këtë thënë, shkoni ju, e thash javës që shkoi, dhe mos shkoni ju tjerët, apo të ketë urdhëruar disa të shkojnë dhe të ketë urdhëruar disa të tjerë të mos shkojnë. Por mbi të gjitha nuk ka asnjë transmetim që profetit ju ketë premtuar praktikisht që do të qëndroni për kaq kohë dhe pastaj do të ktheheni. Nuk ka transmetime të tilla. Që do thotë, ata kanë shkuar duke ju mbështetur Allahut dhe duke mos pas asnjë qartësi se çfarë do ndodhte me ta. Në këtë kuptim, kur u kthyn një pjesë e tyre, 11, 12, 10, nuk e dim fiks me një fjalë, sepse disa nuk erdhën, vështirësitë e udhëtimit merret me mend. Kur u kthyn në Mekë, praktikisht ishin pa mbrojtje. Dhe tani duhet që të rifillonin një mbrojtje nga e para, dhe këtu kemi historinë e dy sahabëve, që thuhet tek Ibn Hishami apo edhe ke libra të tjerë, që është historia e Uthman ibn Mad'un me Walid ibn Mughira, që ishte i ati Khalid ibn Walidit. Uthman ibn Mad'un ishte një fisnik i Kureshëve dhe ishte një kushëri i Walid ibn Mughirës, shkon dhe i kërkon mbrojtje që ai të mos ishte, le të themi, në shënjestrën e dhunës që në këtë moment që flasim ende nuk ishte përfunduar ndaj muslimanëve, për arsye se hapi i radhës disa javë apo disa muaj pas këtij momenti është bojkoti, që pra ka akoma dhe më keq. Dhe Walid ibn Mughira ja ofron të mbrojtje dhe thot prej nga ky moment ty nuk do të preket qimja flokut. Kur kalon një periudhë ditësh në Mekë, ai vjen për qark dhe fillon edhe shef musliman të cilët vazhdonin torturoheshin. Një pjesë të madhe, e kemi thënë, Ebu Bekri kishte liruar duke i blerë si sklever, po një pjesë tjetër nuk i kishte liruar dhe jo me do e mos kur themi dhunë është gjithmonë ajo fizike, por praktikisht kishte njerëz, edhe pse për Mekën e kohës është një koncept i huaj, praktikisht kishte njerëz të burgos, njerëz që nuk i linte familja vet, njerëz që nuk i linte fisi vet as të dilnin. Kur flasim për Suhejl ibn Amrin, do ta sqarojmë këtë konceptin e burgut, çfarë do të thotë burg në kohën e Mekës, kohës me fjalë. Dhe Uthman ibn Mad'un ndihet keq. Dhe kjo është një ndër virtytet e tij me fjalë, praktikisht transmetohet që e kap një pikëllim që i ka kaluar praktikisht në një quasi depresion dhe shkon tek Walid ibn Mughira dhe i thot nuk kam asnjë mangësi, asnjë kritik ndaj mënyrës se si u solle ndaj meje, por dua që publikisht të shpallësh që unë nuk jam në mbrojtjen tënde dhe unë jam njëri si gjithë tjerët, kush praktikisht do të më sulmoj, unë jam i ekspozuar dhe nuk jam në mbrojtjen tënde. Kjo ndodh dhe disa ditë më pas ndodh një ngjarje, transmetohet që ndodh një ngjarje, ka qenë një poet i kohës që më pas ky u bë musliman periudhën medinase, është i famshëm pak a shumë sa edhe Ka'b ibn Zuhairi, po ky quhej Lebid. Dhe ky Lebidi ishte ftuar në një ndër sheshet e qytetit në Mekë dhe po lexonte disa tekste poetike. Ngjarjen e transmeton Ibn Hishami dhe tregon që një ndër ngjarjet, një ndër tekstet poetike që thot ky me fjalë në praninë të gjithë Mekasve që po e dëgjonin, ishte që dhe gjithçka përveç Allahut është e kot në këtë botë. Pra, ndër të tjera, ndër vargjet e tjera me fjalë thotë edhe këtë. Pra, e kemi thënë shumë herë, ata e njihnin Allahun si autoritet superior mbi idhujt dhe çdo gjë tjetër dhe thotë që çdo gjë është e kot përveç Allahut. Dhe Uthman ibn Mad'un thotë që kjo është e vërtetë dhe je i nderuar që e ke thënë këtë. Gjithë e dëgjojnë, gjithë e shohin dhe vazhdon recitimin e poezisë Lebidi dhe në një moment thot, por nga ana tjetër duhet që të jemi të vetë përmbajtur për arsye se vjen një moment që kënaqësitë e kësaj bote, por edhe të botës tjetër përfundojnë. Këtu, pra në mënyrë metaforike, këtu Uthmani ndërhyn. Thot në fillim të vërtetën. Kjo është e pavërtetë thot. Për arsye se në botën tjetër në xhenet kënaqësitë nuk do të kenë përfundim dhe ti këtu gabove. Ai sigurisht merret me mend që qytetërimet antike, qytetërimet e vjetra, nga një anë si reminiscencë i të vërtetave të profetëve të hershëm, e dinin që kishte një botë tjetër. Edhe grekët kanë një parajs dhe kanë një zjarr që e quajnë Had. Pra, kjo është një lloj kriteri ndërgjegjësues
i vetëdijes dhe i ndërgjegjes individuale, por është edhe një kriter i një padrejtësie potencialisht publike, kur dikush bën një të keqe ti vështrimi i profetit si një genial, vështrimi i profetit si një njeri shumë i fuqishëm, që nënshtroi masa të mëdha njerëzish dhe i bëri për vete, sepse ato që kanë bërë sahabët për profetin, praktikisht nuk e ka bërë asnjë popull për profetin e tyre, dhe këtë Allahu e thot me i fjalë, dhe këtë profeti e thot që mua më ka nderuar Allahu me pasuesit më të mirë dhe sahabët janë më të mirët në krahasim me të gjithë popujt e tjerë që kanë pasuar profetët. Mjafton hadithi vlerësues ndaj Ebu Bekrit, që Ebu Bekri është njeriu më i mirë që ka jetuar në faqen e dheut pas profetëve, që do thotë asnjë nga ummetet e tjera nuk ka pas një Ebu Bekër. Me këtë e përfundojmë, që do të thotë këto janë ato tre versionet me i fjalë, dhe menimi më i saktë praktikisht dhe ku rrafin shumica e dietarëve është që vërtetësi ka vetëm i pari. Ibn Hajar el-Asqalani thotë që versioni i dytë mund të jetë i vërtetë për arsyeën se nuk bie në kundërshtim me të parin. Besimtarët nuk kanë dëgjuar gjë as profeti, dhe kjo në këtë kuptim nuk mund të fajsohen kurrësi, por Ibn Kathiri apo edhe të tjerë, edhe Sheikh Albani thotë që kjo nuk mund të jetë e vërtetë kurrë, për arsyeën se cenon qoftë edhe për slargu, qoftë edhe pjesërisht pastërtinë, domethënë dhe purifikimin e procesit të shpalljes. Domethënë kjo është ngjarja. Tani dhe unë e thash javës që shkoi që u bë qimja tra. Kjo ngjarje praktikisht shkoi deri në pikën sa thuhet se besimtarët, pra jo besimtarët, mushrikët u bën besimtarë, dhe emrat që përmenden aty që janë në pjesën e ngjarjes, dhe Ibn Hisham i thashë dhe Ibn Ishaku e përmendin ngjarjen dhe nuk diskutohet që kjo është e vërtetë. Emrat janë shumë të rëndësishëm. Nadir ibn al-Haritha thuhet që është i pranishëm, Ebu Xehli thuhet se është i pranishëm, Sufjani ibn Umayya thuhet se është i pranishëm, Walid ibn Mughira, këta janë ato të dy që mendohet se njëri prej tyre vuri, domethënë ato guralecët ke balli se nuk bëri sejdë, po gjithë të tjerët bën sejdë, dhe kur dëgjuan këta Uthmani me shok në Abisini se janë bërë musliman, kuptuan që nuk ishte logjik që të vazhdonin të qëndrohen atje, por duhej të riktheheshin menjëherë. Kjo ka ndodhur 3 javë, 4 javë apo 5 javë, pak a shumë pasi ata shkuan. Pra kjo ka ndodhur në muajin Rexhep, kanë shkuar ata, kjo ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Kuptohet, në atë kohë nuk agjëronin me fjalë, po ishte muaji i Ramazanit. Tani pra kur themi muaji i Ramazanit, ata nuk e kanë pas vetdijen e një kalendari, po e kemi thënë që më mbrapa kur janë treguar gjithë këto ngjarje dhe gjithë këto histori që po themi, tashmë muslimanët kishin një kalendar të themeluar në vitin e 17 Hijri nga Umri. Ajo që ndodh tani me ardhjen e tyre është, e thash shkurtimisht javës që shkoi, po tani do ta them më me hollësi, do të flasim për Nexhashin. Ajo që ndodh është që atje ata kishin 2 element bazë që duhen për praktikisht një jetë të qetë dhe sidomos për praktikimin e një feje që ty nuk të lejohet, pra që të ndalohet në vendin tënd. Praktikisht kishin sigurinë e besimit dhe sigurinë e jetës, dhe kishin burime ushqimore, që do të thotë nga njëna anë me vërtet lanë çdo gjë në Mekë dhe ikën, po nga ana tjetër atje transmetohet që filluan një jetë nga e para, por që nuk do t'ju mungonte gjë që në fillim, pra nuk shkuan në një vend si njerëz pa njerëz. Problemi tani nis në Mekë se kur shkuan të parët ishin plus minus tham 12 burra dhe 4 gra, domethënë rreth 15-16 veta, edhe vetëm 4 çifte që i përmendëm javës që shkoi. Kur një pjesë e madhe e tyre u kthye dhe u takuan me profetin, kur pan se nuk ishte ashtu siç ju kishin thënë fashethemet situata në Mekë, është e rëndësishme nga pikpamja, po them quasi diplomatike, një gjë që disa prej këtyre që kishin ikë, për shembull Ebu Seleme, apo Uthman ibn Mad'un, apo edhe vetë Uthmani, praktikisht këta I kishin larë duart me vendlinjen.
dhe kishin ik i herë për gjithmonë për të mos u kthyer më në një Mekë idhujtare. Ata nuk e dinin se kur do merrej Meka, a do të merren një herë, nuk e dinin të ardhmen se si do të shkonte, por ishin larguar për momentin praktikisht për të mos u kthy më. Nuk ka ndonjë transmetim që profetit ju ketë thënë, shkoni ju, e thash javës që shkoi, dhe mos shkoni ju tjerët, apo të ketë urdhëruar disa të shkojnë dhe të ketë urdhëruar disa të tjerë të mos shkojnë. Por mbi të gjitha nuk ka asnjë transmetim që profetit ju ketë premtuar praktikisht që do të qëndroni për kaq kohë dhe pastaj do të ktheheni. Nuk ka transmetime të tilla. Që do thotë, ata kanë shkuar duke ju mbështetur Allahut dhe duke mos pas asnjë qartësi se çfarë do ndodhte me ta. Në këtë kuptim, kur u kthyn një pjesë e tyre, 11, 12, 10, nuk e dim fiks me një fjalë, sepse disa nuk erdhën, vështirësitë e udhëtimit merret me mend. Kur u kthyn në Mekë, praktikisht ishin pa mbrojtje. Dhe tani duhet që të rifillonin një mbrojtje nga e para, dhe këtu kemi historinë e dy sahabëve, që thuhet tek Ibn Hishami apo edhe ke libra të tjerë, që është historia e Uthman ibn Mad'un me Walid ibn Mughira, që ishte i ati Khalid ibn Walidit. Uthman ibn Mad'un ishte një fisnik i Kureshëve dhe ishte një kushëri i Walid ibn Mughirës, shkon dhe i kërkon mbrojtje që ai të mos ishte, le të themi, në shënjestrën e dhunës që në këtë moment që flasim ende nuk ishte përfunduar ndaj muslimanëve, për arsye se hapi i radhës disa javë apo disa muaj pas këtij momenti është bojkoti, që pra ka akoma dhe më keq. Dhe Walid ibn Mughira ja ofron të mbrojtje dhe thot, prej nga ky moment ty nuk do të preket qimja flokut. Kur kalon një periudhë ditësh në Mekë, ai vjen për qark dhe fillon edhe shef musliman të cilët vazhdonin të torturoheshin. Një pjesë të madhe, e kemi thënë, Ebu Bekri kishte liruar duke i blerë si sklever, po një pjesë tjetër nuk i kishte liruar dhe jo me dojë mos kur themi dhunë është gjithmonë ajo fizike, por praktikisht kishte njerëz, edhe pse për Mekën e kohës është një koncept i huaj, praktikisht kishte njerëz të burgos, njerëz që nuk i linte familja vet, njerëz që nuk i linte fisi vet as të dilnin. Kur flasim për Suhejl ibn Amrin, do ta sqarojmë këtë konceptin e burgut, çfarë do të thotë burg në kohën e Mekës, kohës me fjalë. Dhe Uthman ibn Mad'un ndihet keq. Dhe kjo është një ndër virtytet e tij me fjalë, praktikisht transmetohet që e kap një pikëllim që i ka kaluar praktikisht në një quasi depresion dhe shkon tek Walid ibn Mughira dhe i thot, nuk kam asnjë mangësi, asnjë kritik ndaj mënyrës se si u solle ndaj meje, por dua që publikisht të shpallësh që unë nuk jam në mbrojtjen tënde dhe unë jam njëri si gjithë tjerët, kush praktikisht do të më sulmoj, unë jam i ekspozuar dhe nuk jam në mbrojtjen tënde. Kjo ndodh dhe disa ditë më pas ndodh një ngjarje, transmetohet që ndodh një ngjarje, ka qenë një poet i kohës që më pas ky u bë musliman periudhën medinase, është i famshëm pak a shumë sa edhe Kab ibn Zuhairi, po ky quhej Lebid. Dhe ky Lebidi ishte ftuar në një ndër sheshet e qytetit në Mekë dhe po lexonte disa tekste poetike. Ngjarjen e transmeton Ibn Hishami dhe tregon që një ndër ngjarjet, një ndër tekstet poetike që thot ky me fjalë në praninë të gjithë Mekasve që po e dëgjonin, ishte që dhe gjithçka përveç Allahut është e kot në këtë botë. Pra, ndër të tjera, ndër vargjet e tjera me fjalë thotë edhe këtë. Pra, e kemi thënë shumë herë, ata e njihnin Allahun si autoritet superior mbi idhujt dhe çdo gjë tjetër, dhe thotë që çdo gjë është e kot përveç Allahut. Dhe Uthman ibn Mad'un thotë që kjo është e vërtetë dhe je i nderuar që e ke thënë këtë. Gjithë e dëgjojnë, gjithë e shohin dhe vazhdon recitimin e poezisë Lebidi dhe në një moment thotë, por nga ana tjetër duhet që të jemi të vetë përmbajtur për arsye se vjen një moment që kënaqësitë e kësaj bote, por edhe të botës tjetër përfundojnë. Këtu, pra në mënyrë metaforike, këtu Uthmani ndërhyn. Thotë në fillim të vërtetën. Kjo është e pavërtetë, për arsye se në botën tjetër, në xhenet, kënaqësitë nuk do të kenë përfundim dhe ti këtu gabove. Ai sigurisht merret me mend që qytetërimet antike, qytetërimet e vjetra, nga njëna anë si reminiscencë i të vërtetave të profetëve të hershëm,
e dinin që kishte një botë tjetër. Edhe grekët kanë një parajs dhe kanë një zjarr që e quajnë had. Pra kjo është një lloj kriteri ndërgjegjësues i vetëdijes dhe i ndërgjegjes individuale, por është edhe një kriter i një padrejtësie potencialisht publike, kur dikush bën një të keqe ti i kujton se do të vijë një moment atë që në fetë lindjes largët quhet karma, që do të thotë një gjë e keqe që ty të ndodh do të rikthehet në një farë mënyre. Kjo nuk është me vërtetësi me vërtetësi budiste. Kjo është me vërtetësi kuranore. Për shembull në surën Rahman Allahu thotë kush është shpërblimi i smirës përveç se e mira. Tani se kur ndodh e mira dhe se kur ndodh shpërblimi i së keqes përveç se me të keqe, këtë e di vetëm ai. Por është e sigurt që pas ditës gjykimit, yaumul fasl, kjo do të ndodhë me siguri, por nuk përjashtohet që të ndodhë në këtë botë. Për jo besimtarët, Allahu në shumë vende thotë që ky është ndëshkimi i tyre në këtë botë dhe në botën tjetër dënimi i tyre është akoma më i madh, por edhe për të mirët, thotë për besimtarët, thotë që ish problem dhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Që do të thotë përfytyrimi i kureshëve për një ahiret nuk është se nuk ekzistonte fare. Ata mohonin një, le të themi, kozmologji të mirë ndërtuar dhe të mirë besuar siç e kemi ne, të ndërtuar në tekste të qarta kuranore dhe në tekste të qarta profetike në për hadithe, që besojmë që nga momenti kur del shpirti deri në ditën e gjykimit se çfarë do të ndodhi faza. Kurse ata nuk e besonin këtë, një ringjallje me trup dhe me shpirt, siç thuhet në surën Kiame apo edhe vende tjera me fjalë që si do të bëhemi ne kur të bëhemi domethënë pluhur e kocka e dhjet na rikthej Allahu përsëri, por nga ana tjetër një lloj përfytyrimi folkloristik për një ahiret ata gjithsesi e kishin. Pra këtë duhet ta themi me fjalë, por nuk kishin një besim të saktë se Allahu do t'i ringjallë të gjithë njerëzit dhe mbi të gjitha do t'i shpërblej dhe ndëshkoj para së gjithash në bazë të besimit dhe pastaj në bazë të veprave, sepse shumica e njerëzve thuhet që çdo e keqe lahet në këtë botë, apo çdo e keqe para se me u latje lahet në këtë botë, dhe kryesisht në kujtesën e popujve kjo ka të bëjë më tepër me veprat e këqija sa me besimin, ndërkohë që ne kemi të kundërtën. E vërteta është që e para dhe më e rëndësishmja është besimi i saktë dhe pastaj veprat e sakta dhe jo e kundërta. Në këtë kuptim ky libidi thotë këtë që sapo thash, pra që nuk do të ketë mira, pra të mirat e botës tjetër me një fjalë do të ketë fund me një fjalë dhe çdo gjë do të mbarojë, dhe Uthmani ibn Maz'un ndërhyn, thotë në fillim thet vërtetën, por kjo është e pavërtetë. Dhe ai ankohet Mekasve, thotë në një fjalë që mënyra se si po mprisni nuk është shumë fisnike, që kur keni fillu ti poshtëroni praktikisht të ftuarit tuaj, unë jam një poet dhe është një njeri që vjen nga rruga që nuk e njeh askush dhe ndërhyn këtë. Dhe njëri prej atyne ngrihet dhe e godet në fytyrë. Dhe kjo ishte goditja e parë që mori, që në momentin kur Walid ibn Mughira shpall publikisht mos njohjen, pra mos mbrojtjen e tij. Dhe Walid ibn Mughira e merr vesh i pari këtë ngjarje, shkon e takon dhe i thot përse bëre këtë, dhe ai i thotë që unë do të dëshiroja që ai të më godiste edhe në anën tjetër të fytyrës. Me fjalë sepse në një farë mënyre po e them unë këtë me fjalë, praktikisht pikëllimi që pati, që kishte besimtar që po vunin dhe ky nuk po vunte, në këtë moment u shpagua sepse edhe ky u rreshtua në anën e besimtarëve që po vunte dhe ndjeu lloj solidariteti me to. Kështu kuptohet kjo lloj ngjarje, sepse nuk ka shpjegim tjetër se pse ai bëri këtë. Një besimtar tjetër që kur u kthye e kishte humbur mbrojtjen, por që ndryshe nga Uthman ibn Maz'un që nuk shkon përsëri me besimtarët në Abisini, ky shkon edhe pse e rimerr përsëri këtë mbrojtjen. Me fjalë është Ebu Seleme, që është bashkëshorti i Ummu Seleme, që më pas do të bëhet nëna besimtarëve, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Seleme ishte Benu Makhzum, Ebu Seleme ibn el-Makhzumiu, me fjalë ishte nga fisi i Ebu Xehlit, por nëna e tij ishte motra e Abdullahit, pra e të jatit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e Xhaxhait, pra e vllajt të Ebu Talibit. Dhe ai nuk shkon tek Ebu Xehli, sigurisht që Ebu Xehli ishte i sertë dhe nuk priste që ti
që t'i jepte mbrojtje, por shkon tek Ebu Talib dhe Ebu Talib e pranon dhe ashtu siç mbroj nipin tim, thot, do të mbroj edhe ty që në një farë mënyre e ka gjithsesi nip. Dhe situata transmetohet që tensionohet për arsyen se është Ebu Xehli dhe kjo është e çuditshme edhe gjithashtu e rëndësishme në mënyrën se si Allahu vepron me urtësinë e vet për të mbrojtur besimtarët. Ebu Xehli i kërkon Ebu Talibit llogari që thot si ka mundësi që mbron një njeri soji i të cilit u largua nga qyteti na kthyen krahët dhe tani që nuk pan hajër atje, erdhën përsëri dhe duan që të rrinë mes nesh ndërkohë që shkuan natën, domethënë që ikën nga syt këmbët. Dhe Ebu Talibi i përgjigjet dhe i thot kur unë mund të mbroj dhe ju e keni pranuar një nipin tim, përse të mos mbroj dy? Ebu Xehli nuk bindet nga ky lloj arsyetimi, vazhdon që ta kundërshtojë këtë dhe transmetohet që është ndërhyrja e Ebu Lehebit, e vllajt vet me fjalë, tek e fundit ishte i vllai që kundërshton Ebu Xehlin dhe i thot mos e bëj më këtë për arsyen se ky burr i vjetër ka mjaftuar shumë halle nga ajo që i kemi shkaktuar ne me fjalë dhe lëre që të bëj atë që bën. Ebu Seleme e merr këtë mbrojtje, por nuk kalon disa javë dhe ai largohet me grupin e dytë. Tani grupi i dytë që largohet brenda do të kishte dhe Ebu Bekrin. Por Ebu Bekri ka një histori që ja vlen ta them shkurtimisht këtu, shpejt e shpejt. Kam thënë për Ebu Bekrin, për Umrin, për Uthmanin dhe për Aliun nuk do të flasim ndarazi, për arsye se po të flisnim ndarazi duheshin 3 apo 4 ligjërata vetëm për këto, për arsye se duke qenë se ato u bën xulefa, domethënë çështjet e karakterit administrativ dhe politik zën shumë vend në jetën e tyre, por ne flasim vetëm për çështjet që janë drejtpërsdrejti të lidhura me jetën e profetit dhe mbi të gjitha me imanin dhe devotshmërinë dhe veprat e mira, sepse tek e fundit fare jetëshkrimi i profetit para se me qenë histori është praktikisht shpjegim i gjithë fesë në një kontekst le të themi kronologjik. Ebu Xehli, Ebu Bekri niset drejt Xhudes, drejt Xhides, atëherë quhet Xhude. Domethënë Taifi dhe Meka, Taifi dhe Xhidia në hart janë të barazlarguar nga Meka dhe Xhidia apo Xhudia është një fjalë e kam thënë është qytet portual, po atëherë si ishte portual thjesht duhet të ketë pas në një liman të vogël aty nga ku kanë shkuar me një fjalë. Është rreth 80 apo 85 kilometra janë të barazlarguar nga Meka, që do të thotë shkoja në Abisinit mundonte 2 ose 2 ditë gjys apo 3, domethënë ishte afër. Dhe pastaj kaloje detin e Kuq. Dhe një ndër krerët e fisëve apo një ndër njerëzit e rëndësishëm të zonës së Xhides, së Hijazit me një fjalë, ka qenë zonë relativisht goxha e populluar, që quhej Ibn Dagina, që e njifte Ebu Bekrin nga Benu Tejmët, i thot ku po shkon, dhe i thot unë po shkoj thot me të tjerët në Abisini siç duhet ta kesh dëgjuar ti, sepse kur u kthyn ato për herë të parë, ngjarja mori, domethënë mori vëmendje goxha të madhe dhe kjo i shqetësoi, siç do ta them pak më pas, kjo i shqetësoi realisht Mekasit. Thot wallahi nuk të edhe i betohet, thot nuk të lejoj që të shkosh thot dhe do të ndërhyj tek qyteti yt për arsye se ata nuk kanë luksin të privohen nga një njerëz si ti. Dhe pak a shumë i thot disa vlerësime, domethënë që transmetohet se ja ka thënë vërtet që gjithmonë i e gjendur nevojtarve, domethënë i gatshëm për t'i ndihmuar, i ke ndihmuar gratë vejusha, i ke ndihmuar të varfrit, je njëri fisnik që nuk i ke lënë pa ja dhënë askujt hakun që i takon etj me radhë, pak a shumë janë të njëjtat vlerësime që Hatixha radhiyallahu anha i thot profetit sallallahu alaihi wasallam në fillim të shpalljes kur atë e kap, domethënë praktikisht paranoja se mos Xhibrili apo Allahu është i zemëruar me të. Allahu, sepse Xhibrili ende nuk e kishte vetdijen ç'ishte. Po dhe thot unë do të rikthehem me ty thot në Mekë dhe do të ndërmjetësoj në emrin tënd me pushtetin edhe reputacionin që gëzoj që ata të mos të largojnë. Dhe nuk transmetohet ose unë nuk e di me i fjalë se me kë flet në Mekë, por është Ebu Xehli ai që publikisht del dhe e pranon. Thot dakord, le të qëndroj këtu thot, por kemi një kusht që nuk duhet të flas, nuk duhet të
nuk duhet të falet dhe nuk duhet të lexoj Kur'an publikisht. Dhe Ebu Bekri e pranon këtë dhe Ibn Dagine largohet nga qyteti i qetë që e kishte lënë duart sigurta. Dhe Ebu Bekri në shtëpinë e tij bën një lloj biçim shtojca apo një lloj gjëje të vogël që tip musale të vogël për me u fal dhe për me lexu Kur'an. Kur themi për me lexu Kur'an, merret me men, ato nuk kanë pas një mushaf. Mushafi i parë ishte sa gjysma kësaj dhome në kohën e Ebu Bekrit në fund, me fjalë të periudhës së tij. Nga ky moment mas 20 e kusur vitesh dhe mas 20 vjetësh praktikisht. Dhe por ato kishin pergamena, ato kishin lëkurë deveja, ato kishin gjethe drush, me fjalë, trungje drush ku shkruanin ajete kuranore, por edhe kur themi lexon Kur'an, me fjalë, nën kuptohet që edhe recitojnë gjëra që i din përmendesh, pra sure që i din përmendesh. Dhe Ebu Bekri fillon të falet në këtë moment që flasim, ka një numër të mirë sahabësh që dinin të faleshin, edhe pse kemi garancinë, pra kemi sigurinë që ende nuk është bërë namazi i obliguar dhe ai kryesisht falej natën. Kur themi natën, jo me doje mos në 12, 1, 2, siç quajmë në natë, por në qytetet ku nuk kanë elektricitet, me fjalë, praktikisht natë quhet që kur errët, me fjalë. Dhe problemi ishte që interferonte Kurani edhe po them unë në hapësirën publike të Mekasve, edhe pse ato se kanë pas këtë vedije, me fjalë, të artikuluar kështu si ne, po gjithsesi edhe e kanë pas, për arsyen se kjo ngjarje e dëshmon këtë, duke qenë se Kurani dëgjohej edhe jashtë shtëpisë tij, ata i çojnë lajm Ibn Dagines, i thonë hajde nga xhudja këtu, edhe na sqaro këtë punë, për arsyen se njerëzit vazhdojnë ta dëgjojnë Kuranin e tij, edhe pse ai nuk është fizikisht jashtë shtëpisë, por është brenda shtëpisë, dhe Ibn Dagine i thotë që tani duhet heqësh dorë edhe nga Kurani, për arsyen se leximi yt po i tekalon për masat që unë menova se nuk do t'i tekalonte. Dhe Ebu Bekri, me fjalë, që është një shembull i kulluar i tewekulit edhe sinqeritetit, i thotë që edhe i mirënjohje sigurisht, i thotë që ti e bëre tënden, bëre më të mirën, por unë nuk e pranoj mbrojtjen tënde, sepse ai thotë përndryshe do të detyrohem që ta heq mbrojtjen time, me fjalë, dhe ta prish kontratën. I thotë unë mbrojtjen e kam tek Allahu dhe të falenderoj dhe t'jam mirënjohës për kaq sa bëre. Dhe që nga ai moment e deri në momentin e hijretit, Ebu Bekri ka jetuar në Mekë pa mbrojtje më dhe ka pas peripecitë e veta që ndoshta në një ditë, me fjalë, edhe mund t'i themi, të flasim për 4 xulefat kryesisht, pra vetëm gjatë sirës profetike. Dhe këto janë historitë që raportohen se kanë ndodhur në këtë midis. Ndërkohë 80 deri në 90 besimtar praktikisht largohen drejt Abisinisë, dhe kjo nuk ishte një numër i pakët, unë e thash, nga pikpamja demografike, praktikisht përbënte një lloj dëmi për Mekasit në 2 nivele. E para, besimtarët e tjerë mund të forcoheshin jashtë dhe mund të riktheheshin, por mbi të gjitha dëmi i krenarisë që mund të merrej vesh në përgatishul që ata larguan bijtë e tyre, njerëzit e tyre, dhe kanë shkuar praktikisht në një tokë që arabët nuk e kishin për zakon të shkonin. Kishin shumë më tepër marrëdhënie kulturore dhe tregtare me Yemenin dhe me Shamin sesa me Abisinin. Kjo me siguri është edhe kulturore, por mbi të gjitha është edhe para së gjithash se në mes ishte deti. Dhe ata nuk kanë pas ndonjëherë, nuk kanë qenë as notar të mirë, nuk kanë qenë as lundërtar të mirë. Flotat e para të rëndësishme islame, të fuqishme, janë në periudhën e vonë abaside dhe mbi të gjitha pastaj në periudhën osmane. E me vitët nuk janë shquar ndonjëherë, umejadët nuk janë shquar ndonjëherë për flota, biles ka, nuk do ta them tani, po ka një lloj përshkrimi që Amr ibn al-As, që ishte krahu i dytë i Muawijes, i kërkon në emër i kërkon Muawija në fillim Uthmanit, kur ishte Uthmani, ta themte për ta kuptuar kontekst, kur ishte kalif, dhe i thot jam shumë afër marrjes së Kipros. Më jep leje që të ndërtoj një flotë. Dhe kur kjo letër i vjen Uthmanit, me i fjalë, Uthmani pyet një ndër sahabët, nuk kujtohet tani kush ka qenë, i cili kishte qenë në anije.
dhe i bën një lloj përshkrimi që thot kur e shef ditën thot ai të tmerron, po kur e shef natën thot detin thot. Kur e shef natën ta sjell shpirtin në gryk. Nëse i friksohesh Allahut, mos e jep kurrë të leje për Muavin e tjera me radhë dhe mos e bëj këtë kurrë. Dhe kur ja thot këtë, shkon edhe ja jep përgjigjen e gabuar. Nga ana tjetër, kur Amr ibn al-As pra merr këshillën, pra merr praktikisht urdhrin nga Muawiya që bëj ti një përpjekje të dytë për t'i kërkuar Uthmanit që të na japi leje, Amr ibn al-As i thot unë kam përjetuar mirë, thot se kam shku vetë në Abisini, do them tani në fillim dhe unë lexova mirë thot për shkrimin që erdhi nga Uthmani se çfarë tmerr ishte deti, kështu që mos më fut në këtë punë. Dhe vetëm në momentin kur Uthmani i ka dërguar një kusht Muawijes që në anijen e parë që do të shkosh drejt Kipros, duhet që të marrësh gruan dhe kalamajt e tuaj, ai ka pranuar, atëherë i ka dhënë provë, atëherë i ka dhënë të drejtën që të ndërtojë një flotë, me fjalë. Floti thënçin sepse ato ishin pak anije, por në Islamin e hershëm, me fjalë, duhet ta kuptojmë që në marrëdhëniet me detin ata nuk i kanë pas siç i patën më vonë, kurse në periudhën osmane dhe mamluke, me fjalë, praktikisht për 3 shekuj e gjys, i gjithë deti mesdhe ka qenë quhej the Muslim Lake, me fjalë liçeni musliman, sepse ishte në fuqinë e gjithë pra në s'po gjej fjalën, me fjalë praktikisht edhe Spanja, edhe Ballkani, edhe gjithë Afrika Veriut ishte praktikisht territor osman dhe islam. Tani ajo gjëja e fundit që duhet thënë është që në momentin kur ata u larguan, Mekasit bën menjëherë veprimin që duhet ta markonin atë që sipas tyre duhet me siguri të thonin muslimanët atje, që neve erdhëm këtu për të njëjtën arsye që erdhëm herën e parë, nuk na lejojnë që të jetojmë të lirë, të praktikojmë fenë tonë etj me radhë, dhe kjo lloj narrative praktikisht që përpara sa të bënte zë dhe të përhapej gjithanej, duhej të markohej nga një e vërtet tjetër, që sipas tyre ishte e vërtet praktikisht, dhe për këtë dërgohen 2 persona, është Amr ibn al-As dhe Umara ibn Uelid ibn Mugira, vllai i Khalid ibn Uelidit. Tani herën e parë tham që i pari që u caktua pra në krye të besimtarëve ishte Uthmani ibn Affan. Herën e dytë Uthmani nuk shkon më bashkë me Rukejen, vajzën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe delegacioni i dytë, po themi grupi i dytë i besimtarëve, 80-90, në krye të tyre kanë Xhafer ibn Abi Talib, vllan e madh të Aliut. Kjo është një ndër arsyet që shiat e urrejnë Amr ibn al-Asin, jo vetëm për atë që ndodhi në betejën e Sifinit midis atij dhe Ebu Musa el-Eshariut, edhe në atë incidentin kur ndodhi pajtimi midis të 2 palëve, por mbi të gjitha sepse thonë që Amr ibn al-As shkoi si një Quraysh, si një mushrik, edhe pse ne themi radiallahu anhu sepse ai është një sahab me fjalë, shkoi si një Quraysh dhe përballë kishte Xhafer ibn Abi Talib, do thotë vllai i Aliut. Si mundej dot që pala e Beni Umejeve, pala e Emevitëve, pala e Umejadëve të jetë më e madhe, pra krahu i Muawijes, që krah të djathtë kishte Amr ibn al-Asi, kur në fillimet e Islamit shiko ku ishte pala, se çfarë ishte Aliu me vllain dhe me njerëzit e tij, dhe çfarë ishin këta që po duan sot me fjalë, është mohabet i gjatë, po gjithsesi i far vërtetësie e ka. Pra tek Nejashi shkon Amr ibn al-As dhe Umara ibn Uelid ibn Mugira. Shkojnë atje dhe ngjarjet në Abisini, po e them që në fillim e kam thënë ndoshta, po e them ngjarjet në Abisini tregohen pjesërisht nga Amr ibn al-As, këto ngjarje, sepse ai ishte i pranishëm dhe u bë besimtar, por mbi të gjitha pjesa dërmuese e tyre tregohen nga Seleme, që është nëna e besimtarëve më pas dhe ishte bashkëshortja e Ebu Selemes. Ebu Seleme vdiq mas 1 apo 2 vitesh dhe pastaj më vonë Seleme kur u kthye u bë gruaja e profetit alayhis salam. Në këtë moment Amr ibn al-As shkon dhe bën
një gjë, di paraprakisht, siç e thash edhe herës që shkoj, që Nexhashi e thash, është një titull, është negus në anglisht, është si car, si kaiser, si Cezar etj me radh, emri i tij ishte Ahsama. Dhe ishte një, domethënë, mbretëria aksumite dhe qyteti Aksum, sepse ngjarja që do të them tani zhvillohen në qytetin e Aksumit, është ende në Etiopinë moderne me një fjalë. Në qytetin e Aksumit shkon Amr ibn al-As dhe e kishte mbushur praktikisht delegacionin, këto dy shkuan, po kishin marrë goxha domethënë mall edhe të mira materiale me vete, i kishin mbushur për të korruptuar praktikisht njerëzit më të besueshëm të Nexhashit, dhe termi që përdoret nga këta të dy, po sidomos Amr ibn al-As për të përshkruar besimtarët, është disa sklevër mendjelehtë, abidul sufaha, që do të thotë janë edhe abid, janë edhe të nivelit të ulët, po nga ana tjetër janë edhe mendjelehtë, sepse janë larguar nga ne dhe kanë filluar të mbushin dynjan që ne nuk ju kemi dhënë të drejtë të tyre, që do të thotë një lloj sugjestionimi që në premis. Dhe në fillim, përpara se t'i kërkojë një takim Nexhashit, takohen me disa, në librat e sirës thuhet his ministers, me qenë ministrat e tij, po ne e kuptojmë, nuk kanë qenë ministra në kuptimin modern të fjalës, po kanë qenë vezir, po them unë, që kanë qenë njerëzit më të besueshëm të tij, i korruptojnë dhe i thonë që ne do të themi nesër, pra unë do të them nesër, këtë që po ju them sot, dhe pranojnë dhuratat tona të nderuara etj me radhë dhe sugjerojnë mbretin tuaj që të mos krijojë probleme me popullin tan. Ju e dini nga vim ne, dhe këta janë njerëz pa dinjitet, janë njerëz që kanë shkelur në të drejtën e të parëve tanë etj me radhë. Dhe të nesërmen ndodh takimi dhe pasi thuhet kjo, e thash, kurdo që ta lexoj me detaje këtë, është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, ka pjesë që flasin për Abisinin dhe transmetimet janë pothuajse të gjitha nga nëna besimtarëve Ummu Salama radhiyallahu anha. Dhe thuhet që Nexhashi pasi e dëgjoi të gjithë këtë, ka kërkuar që të ballafaqohet dhe të bëhet një takim midis të dy palëve, dhe Xhafer ibn Abi Talib, vllai i Aliut, bashkë me një grup tjetër besimtarësh, bashkë me nënën e besimtarëve, në këtë kohë nuk është me fjalë Ummu Salama, janë të pranishëm në pallatin e Nexhashit. Dhe Xhaferi, gjëja e parë që thot është që kjo është një gënjeshtër, për arsyeën se unë, i thot Nexhashit, jam i biri i fisit, i biri i kreut të fisit, dhe fisi im në qytetin tonë është më i rëndësishëm se kreu këtij. Unë jam Benu Hashim, ky është Benu Umeje. Kjo është e para. E dyta, ne nuk kemi sklever, sepse unë jam i biri i filan, jam i biri i filanit, jam stërnipi i tjetrit, jam nipi i tjetrit, jam stërnipi i Abdul Mutalibit dhe kështu me radhë. E treta, ne nuk kemi një fe të re, sepse ata pretendimin kryesor kishin që kanë një fe të re, që nuk është as i jona dhe as i juaja. Dhe kjo është pikërisht tregohet që kjo e nxiti Nexhashin më tepër, edhe pse ne duhet ta kuptojmë një dieni paraprake në këtë moment që flasim, ai duhet ta ketë, sepse herën e parë që ata shkuan, ata nuk shkuan, le të themi, kuturu edhe pa i plan. Shkuan atje dhe nuk mund të vendoseshin pa një leje praktikisht zyrtare nga ana e autoriteteve vendase. Dhe Nexhashi praktikisht e dinte se çfarë ishin ata, dhe pikërisht në emër të kësaj ata shkuan atje, që ai ishte një mbret i drejtë dhe i lejonte që ta praktikonin fen që dëshironin. Dhe Nexhashi në përfundim të, domethënë, bisedimeve praktikisht thotë që unë nuk pranoj t'i kthej këta, sepse këta nuk janë as sklever, këta nuk janë as njerëz që janë larguar me dëshirën e tyre, praktikisht ju i keni dhunu, dhe këta janë pasues të një feje që unë i besoj gjithashtu, sepse i njëjti Zot që ka dërguar profetin e tyre është i njëjti Zot që ka dërguar profetin ton Isën alayhis salam. Dhe këtu përfundon. Pas disa ditësh përpara se apo të nesërmen, ka disa transmetime, po ka një takim të dytë, Umar ibn Walid këmbgul që largohet, por Amr ibn al-As thotë jo, kam një gjë tjetër për ta thënë. Dhe do t'ju them atë që unë e konsideroj pikën e nxehtë ku mund ta sqaroj këtë punë. Ta pyesin se çfarë thon ata për Mesihun, pra për Isa alayhis salam, sepse atë që thon ata është krejt e ndryshme nga ajo që besoni ju. Tani mos harroj.
në përfytyrimin e arabëve, ata që quheshin Rum, që ishin bizantinët, dhe në përfytyrimin e arabëve, qytetërimi kristian me të cilin ata kishin lidhje edhe përmes udhëtimit për në Sham, ishte versioni zyrtar i krishtërimit me Trinitetin e themeluar që në Koncilin e Nikes. Kur kam fol për këtë çështje, kam thënë që një pjesë e tyre, nga Ariusi e tjerë që e vranë pastaj, shkuan poshtë në veri dhe kishte i grup njerëzish që besonin, pra një grup të krishterësh, që besonin që Isa a.s. ishte i dërguar, por nuk besonin në natyrën e tij hyjnore dhe nuk besonin aq më pak në Trinitet, sepse po nuk besonin në natyrën e tij hyjnore, merret me mend Trinitet nuk ka më. Dhe kur kërkohen për herë dytë për me shku në po them në pallatin e Nexhashit, Xhafer ibn Abi Talib lexon ajetet e para 8, 9 apo 10 të surës Merem, surës numër 19. Dhe kur lexon ajetet e surës Merem që flasin për Isain a.s. dhe për nënën e tij, me fjalë, Nexhashi publikisht në emër të gjithëve thotë që unë dëshmoj se kjo është e vërteta dhe se ky i dërguar është i dërguar i vërtet. Në këtë moment nuk ka detaje tjera, mund të kenë ndodhur bisedime tjera, është afërmendsh, por nuk transmetohen për arsye se kjo histori është e bazuar tek hadithet, dhe hadithet ne i dimë që janë koncize, sintetike dhe sintetizuese. Amr ibn al-As dhe Umar ibn Walid largohen nga qyteti. Ajo që ndodh pas është që kjo deklaratë e Nexhashit është disi shqetësuese dhe murgjërit apo patriarkët praktikisht i kërkojnë një sqarim, dhe kjo tregohet gjithashtu në për hadithe dhe në histori, që kë kishte ai për qëllim se ai është i dërguar i tij. Në këtë moment mendimi më i saktë është që Nexhashi e ka pranuar tashmë Islamin, për arsyen se ky version i krishtërimit që beson natyrën tërësisht njerëzore të Isait a.s. është ai version që beson tek bushra, që beson tek përgëzimi i Isait a.s. se do të vijë një Ahmed, një i dërguar tjetër pas tij. Dhe në këtë moment kur Nexhashi u vun kontakt me këta dishepuj të profetit të ri, praktikisht i bie që ai të jetë bërë besimtar. Por kur ndjen rrezikun në takimin me patriarkët e tij, praktikisht bën dy gjëra. E para, shkruan shahadetin në një vend me fjalë dhe e vendos në gjoks për të bërë një lojë fjalësh që do ta them tani. Dhe e dyta, nga frika, dhe kjo është prova që situata ishte vërtet e nder, nga frika se mund të eliminohej apo të humbte pushtetin, ju tregon Xhaferit të parit dhe të tjerëve që në qoftë se më ndodh mua diçka në filan liman, keni një anije për të kthyer mbrapsht në Mekë. Sepse këtu mund të jeni më keq me fjalë ose për të shkuar diku tjetër nuk ka rëndësi, por në rast se unë eliminohem e keni një rrugë zgjidhje. Kjo nuk është, dhe kjo ka ndodhur 2 herë. Pra me ky lloj paralajmërimi. Kjo nuk ndodh për arsyen se kur patriarkët e pyesin, ai thotë çfarë besoni ju? Dhe ata i thonë ne besojmë që Isai është i dërguar i tij dhe pas tij nuk ka tjetër e tjera me radhë, pra ata nuk besonin del nga kjo në një profet të tjerë, në një profet tjetër, apo nuk kishin dëshirë të besonin një profet tjetër, apo nuk besonin që ky person, pra profeti ynë për cilin flasin arabët nuk është i sakti. Kjo është e gjitha hipoteza me fjalë, nuk e dim se çfarë kanë besuar, por ata i kanë thënë që thjesht ti nuk mund të ndryshosh këtë besim që ke, dhe kur ata i kanë dhënë këtë përgjigje, Nexhashi ka thënë që edhe unë besoj pikërisht këtë, dhe ka goditur gjoksin, që do thotë besoj këtë që njësoj si populli me fjalë, dhe këtë ata nuk e kanë kuptuar, janë tërheq dhe pushteti praktikisht mbretëria e tij nuk ka psuar gjë. Në disa 2 apo 3 vite pas kësaj, dhe kjo është ngjarja e fundit që raportohet me fjalë, ka ndodhur tentativa për një lloj grushti, tentativa për një lloj rrëzimi të Nexhashit, dhe kur folën për Zubair ibn Awam, që është një ndër sahabët që ka shkuar edhe herën e dytë në Abisini me fjalë, por që u kthye, prandaj thashë javës që shkoi. Zubair ibn Awami është një ndër ata që edhe pse shkuan fillim, pra edhe herën e dytë u kthyn prap. Pra ne nuk e dimë numrin e saktë se sa kanë qenë realisht. I shkuan 2, u kthyn 3, shkoi 1, erdhën 4 e kështu me radhë. Zubair ibn Awami, muslimanët marrin të njëjtin
këshill nga Nexhashi që në filan vend, nëse mua më rrezojnë nga pushteti mund të largoheni. Marrin Zubair ibn Awam noton në mes të Nilit, sepse në qyteti i Aksumit është një qytet në buzë të Nilit me fjalë, dhe kur shef që trupat e Nexhashit kishin fituar, e kalon lumin gjithashtu me not dhe shkon tek besimtarët dhe i thotë që Nexhashi ka fituar. Dhe tek Buhariu Saleme thotë që ne ishim duke u lutur me të gjithë sinqeritetin ton që pala e Nexhashit të fitonte. Për fat keq, ata kanë qëndruar atje 14 apo 15 vite deri në marrjen e Khajberit në vitin e 7 të Hijretit, por nuk ka të dhëna se çfarë ka ndodhur me Nexhashin në këtë periudhë. Ajo që dihet është një nikah që ka ndodhur dhe nikahu është nikahu i profetit sallallahu alaihi wasallam me Umu Habibe Ramla bintu Ebu Sufjan. Kur kemi fol, edhe me këtë do ta mbyll se shkoj pak gjatë me fjalë, po kur kemi fol për Hanifët në fillim fare, kemi thënë që ka disa njerëz që edhe përpara shpalljes se besonin Allahun të vetëm dhe nuk i jepeshin pas adhurimit të idhujve. Ubejdullah ibn Jahsh, që ka qenë një kushëri i profetit, ishte një ndër këto Hanif. Ai u bë besimtar dhe u martua me Ramla bintu Ebu Sufjan, pra me vajzën e Ebu Sufjanit. Këta shkuan në emigrimin e dytë në Abisini, pra një ndër çiftet që shkuan në emigrimin e dytë, por për fat keq ai filloi të pinte, u dha pas pijes shumë dhe i ka Xhaferit parit, po edhe besimtarëve të tjerë i ka deklaruar që do të bëhem me fen e popullit të Nexhashit, është kthyer në krishterim dhe ka vdekur i alkolizuar. Pra nuk ka vdek një sahab, nuk ka vdek një besimtar. Pas kësaj, kur i vjen ky, dhe kjo ka ndodhur mas 5 apo 6 vitesh, jo që në fillim. Kur i ka ardhur pas disa kohësh kjo profetit, në fillim nuk ka vepruar, por më pas ka thënë në qoftë se vajza e Abu Sufjanit, Umu Habibe, sepse kishte një fëmijë që quhej Habibe me fjalë, Umu Habibe Ramla bintu Ebu Sufjan, kur i ka ardhur si lajm me fjalë, profeti ka pyetur që në qoftë se është ende e pamartuar, unë do të dëshiroja që ta martoja, pra që të martohesha me të, dhe në betejën e Khajberit, pas betejës Khajberit, ajo është rikthyer bashkë me besimtarët e tjerë dhe vetëm atëherë e ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Por nikahu është kryer në distancë përmes një letërkëmbimi midis profetit dhe Nexhashit, sepse i ka kërkuar Nexhashit që të jetë valiu me fjalë i saj, për arsyen se tashmë Nexhashi është një besimtar. Ironikisht, i vetmi sahab që është bërë besimtar jashtë gadishullit është Amr ibn al-As. Përpara marrjes së qytetit, Amr ibn al-As, një vit pasi besimtarët, pra përpara marrjes Mekës në vitin e 8, pasi besimtarët në vitin e 7 ishin kthyer për në Medinë, ai ishte ende jo besimtar dhe kur muslimanët po shkonin në Mekë, ai tha Nexhashiu ne mbaj mend, pra e tregon vetë si një burr të madh dhe një burr të rëndësishëm, do të shkojë tek ai dhe do t'i kërkojnë mbrojtje siç kërkuan besimtarët në fillim. Por kur shkoi atje, tashmë Nexhashiu ishte besimtar dhe ai ka bërë davet, e ka bërë musliman dhe i ka thënë që sikur unë të kisha mundësi të shkoja dhe ta shpallja publikisht islamin tim, do të shkoja dhe do t'i puthja këmbët dhe këpucët profetit sallallahu alaihi wasallam, por ty të këshilloj të rikthehesh, të bësh atë që do të bëja unë, por që nuk e bëj dot. Dhe Amr ibn al-As, ironikisht me fjalë, ka deri Zotit, bëhet musliman fal Nexhashit. Gjëja e fundit, vdekja e tij ka ndodhur në vitin e 9 të Hijretit. Hadithi është i saktë kur profeti sallallahu alaihi wasallam menjëherë kur ai ndron jetë, ju thot besimtarëve që erdhi Xhibrili dhe më tha që njëri nga vëllezërit tuaj, pra dhe nuk kuptohet që është Nexhashi më pas, ka ndruar jetë dhe ne duhet i falim namazin e xhenazës për arsyen se atje nuk i është falur namazi i xhenazës dhe namazi i xhenazës së Nexhashit është i vetmi namaz i xhenazës pa praninë e trupit që është raportuar që profeti sallallahu alaihi wasallam ka falë një herë. Praktikisht kjo është historia e Nexhashit. Gjatë sirës, gjatë historisë që do të vazhdojmë, ka ngjarje pak a shumë, jo shumë, po ka disa ngjarje ku muslimanët e Abisinis përmenden, por përmenden ata dhe nuk përmendet në Nexhashi. Fatkeqësisht gjithsa
dim për këtë njeri me i fjalë, për këtë sahab, sepse praktikisht është sahab gjithsesi, edhe për arsyeën se nuk e ka taku profetin, por ka besu tek ajo që që ati u shpall dhe ka vdekur në atë besim me i fjalë, nuk ka të dhëna më tepër. Javën që vjen inshallah do të flasim me siguri për konvertimin e Hamzës dhe Umrit. Këto janë dy ngjarjet e radhës të rëndësishme që ndodhin në Mekë edhe për një lloj situate se si është situata përpara bojkotit. Zoti shpërblet.